Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Do të takohemi tani në këtë minutash për të ndarë një letër tjetër shumë të dhimbshme. Tani dua të ndaloj tek një nënë shqiptare, e cila ka përjetuar një nga krizat më të mëdha në jetë. Dhe kur themi krizat, lindën pyetja se cila mund të jetë ajo krizë. Çfarë mund të ketë përjetuar kjo nënë shqiptare? Dëgjoni letrën deri në fund. Përshëndetje Tiranë. Unë që po e shkruaj këtë letër, jam një grua nga Tirana. Një grua që rrallë herë e hap zemrën time. Por edhe kur e hap, i vetmi që më dëgjon, apo e vetmja që më dëgjon, është hëna. Hëna ma njeh shumë mirë hallin tim. Jam martuar që në moshën 17 vjeç. Me patjetër që ishte me pa dëshirën time. Unë isha shumë e re, por babi ishte ai që i merrte vendimet. Dhe vendosi që unë të martohesha. U martova me një burr 5 vite më të madh se unë. Në atë kohë ishim që të dy fëmijë. Pas martesës, pasi që isha shumë e re, mbeta menjëherë shtatzën. Dhe pas 9 muajsh, linda vajzën time. Burri ishte shumë i ri, nuk punonte. Unë isha edhe më e re. Jetonim me lekët e vjerit edhe të vjerës, mund ta kuptoni se çfarë kohë ka qenë ato vite. Unë sot jam 65 vjeç. Dhe burri ishte akoma fëmijë. Preferonte që të del në lagje, përishte lekët kot dhe nuk kishte interesin fare për familjen. Kur unë vajta 4 javësh që kisha lindur, prindërit erdhën të më takonin sepse më martuan në një qytet pak më larg. Kur më panë se në ç'gjendje jetoja dhe në ç'gjendje isha, nëna vendosi që të më merrte dhe të mos të më linte më në atë derë. Nuk thoja dot jo. Vetë më martuan, vetë do më merrnin. Në momentin që vendosën të më marrin, babai im u ngrit në këmbë në dhomë dhe tha që ti do të vish, ndërsa vajzën do ta mbajnë këto, sepse ti je shumë e re dhe nuk e ke detyrim atë vajzë. Edhe pse në realitet unë e kisha lindur atë vajzë, si mos ta kisha detyrim. Më diqte zemra kur i dëgjoja këto fjalë nga i madh. Vendosëm që unë të kthehem. Pasi u ktheva, unë kalova një depresion shumë të rëndë. Dhe pas një viti, më thanë që i me bi më ka ndruar jetë. Ditët kaluan, familja më martoi me një burr tjetër. Pasi që e dija që vajza më ka ndruar jetë, babai më kërcënonte që unë të mos t'i tregoja burrit tim që kam qenë një herë e martuar dhe që kam patur fëmijë. Por, gënjeshtrën e sajuan, sikurse unë kam qenë e fejuar. Thjesht e fejuar. Dhe kështu ndodhi. I thash që kam qenë e fejuar, gjithashtu dhe im shoq kishte qenë i fejuar, dhe vendosëm që të martohemi. Nga martesa që bëm,
Në jetë na kanë ardhur 4 fëmijë, 3 djem edhe një vajzë. Por edhe pse i linda fëmijët, edhe pse i bëra fëmijët, mendja ime nga mëngjesi në darkë më rinte tek bia ime e parë. Edhe pse më thonin që ka vdek, shpirti im më thonte të kundërtën. Diçka brenda meje më thonte mos e beso. Bia jote është gjallë, nuk ka ndruar jetë. Unë përsëri vazhdoja i thoja vetes, janë thjesht mendimet e mia. Nuk është asnjë gjë më shumë. Por tek dritarja rria çdo natë. Me hënën flisja. 100% e bindur nuk isha. Në familjen time nuk është se e hapën më si muhabet. Por unë e kam një peng brenda vetes time. Kanë kaluar shumë vite. Por edhe në ëndra mendoj që më del e vërteta. Mendoj që bia ime jeton dhe besoj tek të gjitha ato histori që ti ke ndarë më herët që nëna e ndjen të vërtetën. Dhe nënën askush nuk mund ta gënjen. Andaj dua të marr mendimin e ndjekësve të tu në komente. Çfarë të bëj? Të ngrihem në këmbë edhe ta kërkoj ti me bien dhe t'ja them burrit të vërtetën që nuk e di, apo thjesht ta hesht më si muhabet edhe mos kërkoj asnjë gjë nga vajza ime që me të drejtë është vajza ime. Dua të marr mendimin e të gjithë juve, ju që po më ndiqni, po më respektoni dhe po më doni. Ju lutem ma shkruani në koment mendimin tuaj. Në fakt, unë do t'jap mendimin tim, unë njoh një rast të këtillë të ngjajshëm. Nëna gjithë jetën e ndjeu që e ka vajzën gjallë, dhe vërtet e ka vajzën gjallë, por fundi ishte i hidhur, dhe në momentin që ato do të ishin gati për të jetuar ndodhje e papritura, kështu që derisa ti je gjallë, kërkoje vajzën tënde. Ngrije zërin për vajzën tënde. Se jam i bindur që vajza jote jeton diku.